Rreshjet e shiut nuk i ndalën për të shkuar deri në fund kauzës së tyre. Studentët e universiteteve private të mbyllura nga qeveria, transferimin e tyre në ato publike po e paguajnë gati 7 fish më shtrenjtë. Ne kemi 2.350.000 të vjetra. E vetmja gjë që ne kërkojmë është të trajtojmë të barabartë ashtu siç janë dhe studentët aktual të shtetit, përderisa ne u transferuam atje. 350.000 lekë të vjetër. Do me thënë i bie diku te 7 fishi. Unë jam me fakultet të dytë dhe kam pasur pagesën në universitetin privat 900.000 lekë, 900 euro në vit, ndërsa këtu kemi paguar 700.000 lekë të vjetra këstin e parë dhe së shpejti na duhet që të paguajmë dhe këstet e tjera se na kanë përshpejtuar tarifat. Kanë ardhur përpara kryesisë së kuvendit me një kërkesë drejtuar kryetarëve të komisioneve parlamentare. Ne jemi sot këtu për të kundërshtuar vendimin e Këshillit të Ministrave që përcakton tarifa të ndryshme për studentët që vinë nga këto fakultete të mbyllura dhe janë drejtuar drejt shtetit. Studentët kërkojnë nga deputetët e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë dhe për të firmosur një kërkesë që ne po ja drejtojmë gjykatës kushtetuese për ta shpahur si antikushtetuese këtë vendim të Këshillit të Ministrave, kur deputetët e Parlamentit të Shqipërisë çojnë me 10 çështje në gjykatë kushtetuese që kanë të bëjnë me anën politike apo çështje të tjera, pse mos ta çojnë edhe një çështje për studentët? Vetë studentët nuk mund ta kundërshtojnë vendimin e Këshillit të Ministrave për tarifat e shkollimit në gjykatën kushtetuese. Sipas ligjit themeltar të shtetit, një kërkesë e tillë duhet të paraqitet nga subjekte të mirë përcaktuara. Presidenti i Republikës, kontrolli i lartë i shtetit, një gjykatë një shkallë më të ulët kur e has të rrugën e gjykimit, apo 1/5 e deputetëve. Prandaj këta student kërkojnë firmat e 28 përfaqësuesve të tyre në kuvend në mënyrë që çështja të shkojë për gjykim.